Edhe pse gjykata kushtetuese ende nuk ka sjellë vendim për abrogimin dhe zhbërjen e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ka ministri dhe dikastere në qeveri që nuk e përdorin gjuhën shqipe. Rast konkret është Ministria e Energjetikës, e cila webfaqen e saj e ka vetëm në gjuhën maqedonase dhe nuk ka fare mundësi që lajmet nga kjo ministri të bëhen në gjuhën shqipe. E Ministria e Punëve të Brendshme, e cila edhe pse formalisht ka mundësinë që të bëjë webfaqe në gjuhën shqipe, por kur klikon në linqe të posaçme, ligjet, aktet nënligjore të dalin vetëm në gjuhën maqedonase. Për më tepër, ka momente që kliku të shkon bosh, sepse të përkthyera në shqip janë vetëm gjërat bazike. Në maqedonisht informacionet të dalin edhe për çështjet ndërkufitare, e cila si term është e përkthyer në gjuhën shqipe. Në këtë drejtim, në nivel të njëjtë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, është edhe Ministria e Punëve të Jashtme, në webfaqen e të cilës në kategorinë shqip lajmet kryesore janë në gjuhën maqedonase. Edhe pse e përzgjedhur të njoftojnë në gjuhën shqipe, në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme edhe lajmet udhëzuese njoftuese janë vetëm në gjuhën maqedonase. Në gjuhën maqedonase janë edhe ligjet, propozim ligjet, çështjet buxhetore dhe njoftimet për planet vjetore. E njoftimet e fundit në gjuhën shqipe nga Ministria e Administratës janë në nëntor të vitit të kaluar dhe më herët. Në të njëjtën situatë është edhe Ministria e Transportit e udhëhequr nga zëvendës kryeministri Nikolovski. Në webfaqen e transportit, ligjet dhe aktet nënligjore, po edhe informacionet tjera të rëndësishme janë vetëm në gjuhën maqedonase. Kujtojmë, për gjuhën shqipe dhe përdorimin e saj, shpeshherë nga distanca janë përplasur eksponentë të partive politike shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar Vlenin duke thënë se nuk din ta mbrojnë gjuhën shqipe, kurse Vlen ka akuzuar BDI-n se me vite të tëra i ka gënjyer shqiptarët, kinse ka zyrtarizuar Shqipen, e në të vërtetë nga Vlen thonë se BDI-ja s'ka bërë asgjë.